Praktika e manifestimit të pakënaqësisë së pushtetit me protesta kundër pushtetit është absurde. Kështu komenton protestën e BDI-s kundër kryqit në Butel analisti Xhelal Neziri. Ai thotë se ky lloj protestave është rast unik në botë. Është absurde dhe e palogjikshme që një parti që është brenda qeverisë të protestojë jashtë qeverisë. Një parti që është brenda institucioneve të protestojë jashtë institucioneve. Është një rast i paparë diku në demokracitë botërore. Është një, nuk di si ta quaj, është një shfaqje e organizuar e cila nxjerr në pa dyftësinë, hipokrizin politike të Bashkimit Demokratik për Integrim, parti e cila është zgjedhur dhe ka fituar legitimitetin zgjedhje që përfaqësoj shqiptarët në institucione. Ndërkohë që protestat janë hapësire vetme e opozitës, e organizatave jo qeveritare dhe grupimeve të ndryshme. Për kreun e BFI-s, Sulejman Rexhepi me kishën ortodokse në Maqedoni u theq politika e vendit, duke përmendur emrin e ish kryeministrit Gruevski. Atje ku shohim dhe konstatojmë se një subjekt politik tenton me veprimet e veta të arrijë diçka tjetër që është jashtë normave fetare. Ne aty nuk jemi. Ky vendim nuk është vendimi i komunës së Butelit. Vendimi është i qendrës, do të thotë direkt ai njeri që shkoi, që tani nuk është kryeministër, ai edhe ma tutje dirigon me këta kriqe. Autor i gjitha kriqeve është Nikola Gruevski. Dhe mu për atë, zavendësi i tij, për çështje ekonomike, ai e hudhi atë gurthemelin në Butel. Sipas profesorit të filozofisë së religionit Lubomir Cucullovskit, aktorët politik nëpërmjet këtyre veprimeve tregojnë forcat e tyre nëpërmjet një loje që për të është fëmirore. Stanува zbor za infantilizam, ta otvoreno go tvrdam. Bëhet fjalë për papjekuri të njerëzve që janë në pozicione kyçe dhe duan fuqinë e tyre ta tregojnë përmes ndërtimit të objekteve të tilla. Gjë që nuk është shembullore dhe e hijshme për një njeri serioz që në atë mënyrë të sillet sikur ka ardhur në garë ku duhet të tregojë veten se kush është më i shpejt ose më i mirë. Sjellja e pushtetit ndaj ndërtimit të kryqit në Butel është kritikuar edhe nga partitë opozitare dhe qytetarët, të cilët veprimet e këtilla i konsiderojnë si lojra politike të iniciuara para zgjedhjeve.